Përshëndetje të nderuar miqtë e mi të kanalit Monitor TV, ja ku po ritakohemi sërish të natën e sonte me mua Tiron Alilin. Pasi Big Brother VIP Kosova tashmë zyrtarizoi gjërat, publikoi dhe datën e nismës së maratonës së gjatë së spektaklit që do të na mban mbërthyer për ekranit të gjithëve me ditë, me orë, me net të tëra, nga e hëna në të diel. Jam i bindur për këtë gjë sepse kanë punuar dhe kanë investiguar Big Brotherat për të arritur të marrin audiencën dhe shikueshmërinë, sepse ju e dini shumë bukur që gjithçka luftohet për shikueshmëri. Ka ardhur momenti që ne të flasim pak edhe për Big Brother VIP Albania. Big Brother VIP Albania 5 gjithashtu është në prag të nismës së saj. Të gjithë jemi kurios të dim se çfarë shtëpie do t'jetë, çfarë ambienti do t'jetë, a do të kemi një studio të re. Do me thënë, edhe Big Brotheri nuk është se ka bërë të paktën në pjesën e jashtme, në studiot nuk është se ka bërë shumë ndryshime këto vite, do me thënë ka qenë po e njëjta studio deri diku, ndoshta janë ndryshuar pak kariget që të vinë ndonjë stil pak më interesant, por në fund të ditës, do me thënë ka qenë e njëjta gjë. Por nëse flasim për shtëpinë, shtëpia ka patur çdo vit pamje më dinjitoze se viti i kaluar. Edhe këtë vit pritet që të ketë një shtëpi tepër më lukse, do me thënë nga gjërat e 2025-ës. Gjithçka që i takon një shtëpi e lukse, një shtëpi e tepër moderne dhe një shtëpi me shumë pozitivitet dhe dashuri brenda. Ngjyrat janë ato që japin emocion shtëpisë, ngjyrat janë ato që japin dashuri shtëpisë, ngjyrat janë ato që japin forcë shtëpisë dhe pikërisht pritet që të kemi një shtëpi tepër dinjitoze. Por, pikpyetja më e madhe është se kush do t'jetë në krah me Arbër Hajdarin, kush do t'jetë opinionist edhe në fan club, kush do të moderoj dhe fan clubin. Do të thënë kemi hamencime të ndryshme, kemi thashetheme të ndryshme, kemi fjalë të ndryshme. Unë do të sjell 4 personalitete, 4 vajza që në fakt hamencohen, dyshohen dhe flitet për to që do t'jenë pjesë e spektaklit të Big Brother VIP Albania 4. Bëhet fjalë për Egli Takon, e cila pritet që të gëzojë një pozicion të rëndësishëm, ndoshta edhe në këndin e moderatores në fan club, por edhe në këndin e opinionistes, do të thënë është një pritshmëri e këtill. Dyshime kemi dhe pritshmëri kemi edhe tek Danja Koka, një personazh shumë i njohur, një vajzë e cila rrëmbeu zemrën e shqiptarëve me linjën e saj, me bukurinë e saj, me natyrën e saj. Dhe më pas kemi 2 emra që në fakt njëra përflitet shumë, pothuajse ka 3 javë, Sara Gjordeni, e cila në një reagim në Instagramin e saj e la të hapur mundësinë për të qenë pjesë e opinionistes në Big Brother VIP Albania, dhe njëkohësisht kemi dhe një ish banore të suksesshme, një vajzë që ka ardhur gjithmonë në një format krejtësisht ndryshe, Dea Michel. Dea Michel përflitet që do të jetë një nga figurat që mund të jetë opinioniste në krah të Arbër Hajdarit. Tani nëse i marrim të 4 vajzat, të flasim për karakteret e tyre, do të ishte interesante. Për shembull, Dea Michel njihet për atë por i ka këto komentet apo mënyrën se si gjendet tek publiku e ka me kungja, dhe mendoj që këto kungjat do t'jepnin një lloj adrenaline tek publiku shqiptar, do t'jepnin një lloj emocioni, do t'jepnin një lloj do me thënë do të krijoni një lloj dinamike dhe do të ishin në 2 pole të kundërta me Arbër Hajdarin në formën e komentimit të tyre. Nëse ndalojmë tek Sara Gjordeni, gjithashtu dhe Sara, do me thënë e ka kaluar këtë provimin, le ta quajmë, në këndin e panelistes, ka qenë edhe disa herë, do me thënë, e sprovuar në këtë drejtim dhe ka treguar një sukses të jashtëzakonshëm, nga që janë dhe personazhe që e njohin lojën prej brenda, dhe mendoj që do të ishin opinioniste të sakta dhe të qarta dhe do të kishin krijuar një audiencë.
Nëse flasim për Danjën, do t'i shkonte më bukur moderimi, sepse në këndin e opinionistes do t'ishte artikuluar, do t'ishte drejt për drejt, do t'ishte goditse, sepse ka treguar brenda shtëpisë së Big Brotherit që është një vajzë e guximshme, në qoftë se mendon se duhet ta thot fjalën për të cilën përflitet, dhe nëse flasim për Eglin, Egli është tepër e artikuluar dhe tepër gati për të nisur një rrugtim të këtill. Janë këto katër emra që po përfliten lart edhe poshtë. Dua të marr mendimin tuaj, si mendoni ju se do të shkojë rjedhoja e këtij Big Brotheri?